Një fitil kabllëndezës me gjatësi rreth 9 metra, gjatë kontrollimit manual, ne kemi vrejtur shenjat e personit me shifrën S1, përkatësisht Jovan Vicentijević. Cila shenja konkret? Nëse ka mundësi teknika, unë e kam në mënyrë tabelare atë kontroll. Nëse teknika mund me lidh, është në Word file, përveç ndosje fizike kam edhe në USB. Tash për momentin nuk kena mundësi teknike, se do të masën IT. Ajo tabela është. Po. Edhe ato, edhe ndosjen e juaj mund ta shihni, se prej 24 lëkuseve të gjeneve që i kem analizuar, po, 24 kanë qenë. Ne shenjat e S1-shit e kemi gjetë në 20 vende. Po, dhe me këtë rast, duke qenë se ne nuk kemi pasur software për analizimin e miksturave komplekse, dhe nuk e kemi pas të validuar metodën, i kem sugjeru hetuesisë edhe prokurorisë që interpretimin e kësaj miksture ta kërkoj jashtë vendit, përkatësisht përkatësisht në ndonjë shtet që e ka të validuar metodën dhe softverin përkatës. Veç ta sqaroj për juve po e konfirmonin që nga fitili ndezës në gjatësi prej 9.20 metra ose kabla ndezës. Nga 24 lëkuse, 20 prej tyre janë gjetur mostra të ADN-s. Në atë fitil që i përkasin S1-shit e që i referohet të pandemit Jovan Vicentijević. A është kjo vërtet? Po. Što nam lejohet veç një sqarim para se ekzaminimi i ADN-s në fitilin ndezës dhe ADN-s panderit Jovan Vicentijević janë bërë nga Agencioni Forenzikës. Mirë po, dhe ka marrë në përfundim se nga 24 lëkuse, 20 prej tyre i takojnë panderit Vicentijević. Po për shkak të mungesës së programeve të licencuara, nuk kanë mundur ta bëjnë interpretimin e këtyre mostrave në mënyrë të detajuar. E atë interpretim e ka bërë laboratori në Rom vetëm sa i përket atyre të gjeturave që i kanë identifikuar agencioni. Samo na osnovu tih Diçka kundërfonca ka pas. od laboratora. Nderuar gjyqtarë. Veç ato cilat përputhen, cilat s'përputhen. Nëse bën vlerësimin e raportit tjetër kujt. Sigurisht. Sa i përket raportit kolegëve italianë,
nuk ka pas kundërthonje, veç është vërtetue, vetëm është vërtetue ajo gjetur atona që kem sinjalizu hetusinë dhe prokurorin me kësaj përket dëshmisë në R4. Në R4 dëshmi. Do me thonë, edhe raporti tyne, veç e ka forcu edhe ka këtë sinjalin ton që e kemi pa shenjat e personit në fjalë. Ata pastaj mendimin e softverit dhe metodave të validuara të tyre, në mënyrë shkencore, e kanë bën ndërlidhjen e personit në shifrën S1 me njërin prej kontribuesve në miksturën prej 3 persona.